Dhe një intervistë për emisionin Pressing në T7, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka zbuluar detaje të reja rreth takimeve ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe liderit të nismës social-demokrate Fatmir Limaj. Sipas Haradinajt, një nga takimet më zyrtare mes tyre ka ndodhur më 4 prill në kafeterinë Boho, pranë objektit të qeverisë, ku ata qëndruan së bashku në katin e dytë për një kohë të gjatë. Ai theksoi se është në dieni të orës dhe menu së atij takimi, duke shtuar se kemi dita të ditë sa ka ndodhur ngjarja. Këto deklarata vijnë në një kohë të tensionuar politike ku marrëdhëniet mes Haradinajt dhe Limajt janë përkeqësuar ndjeshëm. Në shkurt 2025, Fatmir Limaj deklaroi se është i gatshëm të bashkëpunojë me Albin Kurtin dhe çdo qeveri të ardhshme nëse kjo është në interes të Kosovës, duke hequr kështu vijat e kuqe për një koalicion të mundshëm në vetëvendosjen. Kjo deklaratë u prit me kritika të ashpra nga Haradinaj, i cili reagoi në Facebook me fjalët: "E kesha ka emër, Albin Kurti." Marrëdhëniet mes Haradinajt dhe Limajt kanë qenë të ngushta në të kaluarën, duke kulmuar me nënshkrimin e një koalicioni parazgjedhor në janar 2024. Megjithatë, qëndrimet e ndryshme ndaj Albin Kurtit dhe vetëvendosjes kanë sjellë ndarje të thellë mes dy liderëve, ndërkohë Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me çdo qeveri që i shërben interesit e Kosovës, duke theksuar se për të shërbimi ndaj vendit është mbi çdo ndasi politike. E ka deklaruar se është i hapur për diskutime nëse është fjala për çështje nacionale. Këto zhvillime tregojnë për një dinamikë të re në politikën e Kosovës, ku aleancat dhe shëndrimet politike po ndryshojnë në funksion të interesave kombëtare dhe strategjive të partive për të ardhmen. Takimet mes Kurtit dhe Limajt, si dhe reagimet e Haradinajt, janë tregues të një skene politike në lëvizje, ku bashkëpunimet dhe ndarjet janë të mundshme në çdo moment.